të ndalemi te Kosova që ende nuk po ka një parlament dhe përpasoj nuk ka një qeveri, kur presionin ndërkombëtar po rritet, kur presidenti Trump bëre një deklaratë që mund të merret në mënyrë të dyanshme, që ndoshta për të fituar pikë mund të ushtrojë një presion edhe ndaj qeverisë serbe për një paqe të qëndrueshme, për njohje reciproke, megjithatë kjo nuk dihet. Problemi është Kosova duhet bëjt vetëm. Klasa politike shqiptare në Kosovë, të gjithë partitë, vetëvendosja dhe partitë e tjera opozitare duhet të arrijnë tek zgjidhja e çështjes kryesore, zgjedhja e një parlamenti. Ka që vështirë që nga 30 e sa, nuk e di sa herë është bërë tash 35 herë, mos më shumë. Nuk e the 35 ta, mos gaboj. 35 është nesër, sa di unë. Po është shumë, zoti Rafael. Edhe 10 është shumë, edhe 5 herë është shumë. Nuk është dash për mi 2 dhe 3 herë kjo punë të ndodhë ashtu. Unë sa pash në bazë disa bisedave, nuk isha takimet të nivelit lartë, po me disa shokë që janë të inkuadruar edhe që njohin situatën. Tash po pritet ma shumë mos po e jep gjykata kushtetuese një qëndrim në lidhje me mundësinë e votimit të msheft. Sepse votimi msheft konsiderohet që ndoshta do ta zgjidh këtë ngërç. Për arsye se ka aty brenda delegatëve të cilët publikisht nuk guxojnë të votojnë. Të dalin kundër partisë, por brenda më të japin vetëm. Kjo është motivi. Edhe është motivi, kështu që votimi msheft, nëse gjykata kushtetuese në mënyrë ja u sugjeron, sepse nuk di që mundet me urdhëru, por megjithatë nëse e jep një qëndrim, si votimi msheft është i procedurë normale e pranueshme, atëherë përgjegjësia mbetet të gjithë ata të cilët nuk e pranojnë votimin e msheft. Prandaj unë shpresoj megjithatë ky është artific edhe nga pikpamja e vetëvendosjes, tash ta çojmë drejt pse vetëvendosja nuk gjen një figurë tjetër që mund të jetë më e pranueshme për opozitën. Dëgjoj, unë e kisha bisedë edhe këtë punë, por ta kuptojmë gjë. Përgjegjësia për të kriju, ata po thonë jo, përgjegjësinë për të krijuar e ka ai që ka fituar vota më shumë ti. Jo, përgjegjësinë për ta krijuar parlamentin dhe organet e parlamentit e kanë gjithë. Të gjithë forcat politike. Domethënë përgjegjësia është e njëjtë. Edhe unë tash, me ta thënë drejtën, unë tentoj edhe mendoj që fajet i ka më shumë opozita, për arsye sepse unë nuk shoh si një njeri i panshëm, nuk shoh ndonjë arsye pse të refuzohet zonja Albolena Axhiu. Ma e votura ndër femra. Ka qenë pak jo kështu ja ashtu. Na kur për një besim i perfekt. Ajo nuk ka bën ndonjë shkelje gjatë kësaj periudhe 4 vjeçare. Këto janë të qarta, po tash nga njerë dhe vetëvendosja duhet të jetë çik më fleksibël. Mirë, zoti Rafael, unë nuk moj me thonë se valla s'po pëlqen Rafael edhe s'po du mi dhon intervistë tash. Apo kupton? Pse s'po pëlqen ti? Apo kupton? Nuk është ndonjë arsye. Nuk është arsye valide për me refuzuar. Tash, unë po them që dy palët kanë përgjegjësinë për me ashtu, për me krijuar organet e konventit. Normalisht që vetëvendosja ndoshta faji vetëvendosjes është i vetmi që megjithatë tu fillu prej kryeministit Kurti është dash të jenë më të afërt me njëri tjetrin, jo të përçahen atë shumë në atë nivele më të lartë, përdorin shprehje që e nënçmojnë njëri tjetrin, që shumë të drejtë. Kjo është ti ki me punu me ata. Populli shqiptar i Kosovës, jo vetëm shqiptar, po populli i Kosovës e ka dhënë vlerësimin që ata dojnë që kryeministri Kurti ta udhëheqë Kosovën, por në bashkëpunim me forca tjera, do të thonë në koordinim, koalicion. Prandaj, ti kur të krijosh armiqsinë në nivelit as ekstrem, atëherë ki shumë vështirë të krijosh bashkëpunosh në të ardhmen. Nuk është lehtë me të rrek zonën Albolena Axhiu sepse në një ka arsye, në dy. Mas 30 e sa herë, nëse e tërheq vetëvendosja, atëherë fajin kryesor i bën vetëvendosjes sepse thonë gjithmonë po ti ke mujt me të rrek para 30 herëve, pse ta sprite 30 herë, apo kupton? Kështu që këta kanë ardhur në pozitë që asnjë na pa nuk don me bol çime. Ama unë
Ta thëmë sinqerisht, e kom porosi për opozitën. O për besë, nuk kam ndonjë ndjenjë të keqe për ta përveç që i çmoj sa punojnë mirë, sa punojnë keq, normalisht, sikur ata. Por unë mendoj që në këtë moment do të ishte në interes të opozitës më shumë të shojnë pe. Edhe do të përfitonin ata në të ardhmen shumë më shumë se sa me shu pe kryeministri Kurti edhe me ndërua Albolenën. Sepse edhe këtë ta them, ndoshta edhe me ndërua ato prapë se prapë ndoshta do dalin për një tjetër të kundërshtojnë. Sepse qëllimi nuk është aty, qëllimi është që zhagitet ose varritet zgjidhja e parlamentit, po arrojnë. Ka shumë arsye të cilat ne i dim, i supozojmë, ose edhe dos që nuk i dim, se çka dina në s'mundë me rinë krytë se cilë. Me që ju ishit në Kosovë, unë do desha opinionin publik, njerëzit e zakonshëm. Cili është mendimi tyne? Unë e qyshe pash, fajnë ja gullin njej, dy palëve. Më thonë, praktikisht populli është i mërzitur me dy palë. Pa marrë parasysh kush e ka fajnë ma shumë ose ma pak. Janë të mërzitur me këtë parlament. Janë të irritum populli. Nuk shkohet në këtë mënyrë, se kjo është një... Dita, po mënyrë bre, po votoj se bo kiameti, votoj, okej, kur vje puna për... Po votoj, fërdia pasaj rëzoj, bëj zgjedhjet parakoshme, bëj qa dush. Po që është blokohet në atë mënyrë ashtu, po votoni bre burra, votoni. Voto kundër, voto pro, po gjeni mënyrën, edhe unë mendoj se me gjithate, është mirë ta pranon këtë votimin e fshehtë. Mas miri, ajo është zgjidhje e mirë edhe për opozitën edhe për tjerë, sepse në këtë mënyrë nuk e merr askush fajin, apo kupton? Domethënë, zgjidhet një gërçi edhe shkohet përpara. Atë të shohim nëse kryeministri Kurti i ka numrat që ta krijojë qeverinë. Atëherë ka negociata, ka kombinime të ndryshme, biseda, gjitha. Nëse nuk mundet, ju jepet mundësia të tjerëve. Nëse edhe ata s'mundet, shkohet zgjedhje, por vazhdon bre procesi normal, jo me bloku kështu. Agim, të gjithë ne bashkohemi me shqetësimin edhe me revoltën tuaj për këtë çështje, pasi të gjithë ne duam që Kosova të ketë një pushtet adekuat, i cili të ketë edhe kompetencat për diskutuar me Serbinë edhe në kuadër patronazhit BE-s dhe Shteteve të Bashkuara, se pa një qeveri të konsoliduar apo legjitime, edhe bisedimet do të ishin thjesht kot, sepse nuk ka vlerë legjislative, nuk ka vlerë kushtetuese. Ne kemi probleme edhe me një qeveri të fortë, edhe me të konsoliduar, me kemi problem me Serbinë me kështu. Jo me dalë tash me muje, me javë, me mujë, pa qeveri edhe pa organet kuvendit, normalisht, pa institucione, kjo nuk është e mirë, edhe me të vërtet ju hull një farë hijet zez gjitha ty në deputetve. Nuk di pse nuk bisedojnë me një tjetër, pse nuk ka se fundit duhet me darë brevla, deputet me darë me thonë, hej, a jeni kanalin, apo une do të votone, ose do të tërhiqem, ose do të... Nuk po shoh askush, po të gjithë kanë me ka mbesin, po votojnë çdo 4-8 orë. Hajde shkojmë plazhe të tjerë, e kuptoj. Nuk i kuptoj ato. Agim. Kanë humbur shumë, ta them drejtën, si deputet e kanë humbur mjaft autoritetin e tyre, në popull. Edhe kjo është konkluzioni, me këtë po e mbyllim, me dëshirën që të ftillojnë mendjet e ftohta, edhe të gjejnë atë konsensus që është i nevojitshëm për Kuvendin e Kosovës, për qeverinë e Kosovës, për të ardhmen e Kosovës dhe të gjithë trojve shqiptare. Ashtu, gjithashtu. Zoti Agim, ju faleminderit për punën që bënin në kuadër të Ligës Qytetare Shqiptare-Amerikane dhe i urojmë edhe John edhe Shirlin për titullin honoris causa të doktorit të Universitetit të Kosovës. Faleminderit gjithmonë për mundësitë që na japni ti japim mendimet tona. Dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, këtu i dham fund emisionit tonë Argument, do të takohemi në emisionet të tjera. Miru takofshëm.